Sot miqë shok është ajo që ka quhet festa e Kurban Bajramit, që festojnë muslimanët në kanë botës, edhe askush prej jush jam i sigurt që nuk e din historinë e kësaj origjinës e kësaj feste, që është një festë jashtëzakonisht, më falni për shprehjen, përvërse. Askush nuk guxon të thotë vërtetën, ata që e din, sepse do bëjnë shumë armiq. Askush nuk mund të thotë vërtetën se shumica nuk e din. As hoxhallar, as preftri, as imam, që quhen këto rabai, këto të çefutëve. Edhe unë sot du t'ju tregoj juve, miqve dhe shokëve që jeni të interesuar, çfarë është kjo festa e Bajram Kurbanit. Edhe është rënditëse por shumicën e njerëzve në këtë planet të thush të vërtetën. E vërteta është që ne festojmë aktet më primitive të njerëzit, aktet më njerëzore të njerëzit, likësitë më të mëdha që ka manifestuar njeriu, që kur ka ekzistuar në këtë planet. Njeriu shkon deri atje, sa për të siguruar sa të mirat veta materiale edhe shpirtërore për veten e tij. Shkon edhe therr edhe pjellën e vet, fëmijën e vet. Kjo është domethënia e kësaj historisë. Ibrahimi mendohet që ishte hebre. Nuk është e vërtetë. Ishte një person, edhe nuk ishim akoma të ndamë me botën arabe nga bota çefute. Edhe ky ishte një person i pasur, por ishte i martuar me Seren, edhe nuk ishte fëmijë. Po flasim në kohën e bronzit, në kohën kur mendohet që në planetin ton kishin zbrit Anunnakët nga Nibiru. Ato mendohet që kishin ardhur në planetin tokë për siç kërkojmë ne shkojmë sot, eksploronin sistemin diellor, por është interpretuar që kishin ardhur dhe të kërkonin flori, gold, sepse atmosfera atyre në Nibiru ishte çar nga këto pollution, nga smoking, nga evolimi i madh industrial, edhe dielli tash sepse ajo atmosfera shërben për të, ashtu si i pengon ata për të filtruar rrezet e diellit dhe rrezet e dëmshme. Edhe kështu që dielli pa atmosferë, siç është pa atmosferë Marsi. Marsi ka qenë komplet i jetueshëm. Marsi është shkatruar me bomba atomike, është vetëm atmosfera shkatrohet. Në momentin që çat atmosfera, tuli i pjeshkës që man bërthamën, atëherë rrezet e diellit e djegin planetin, djegin çdo gjë në jetë. Djegin çdo gjë. Kështu ndodhi me Marsin, kështu po ndodh edhe me planetin Nibiru, ku jetonte një racë jashtëzakonisht e lashtë, immemorable, e pa që s'mahet mend, Nibiru. Edhe atmosfera atyre mendohet dhe interpretohet që ishte çan nga smoking, edhe mënyra se si mund të mbyllje këtë atmosferë për të shpëtuar, mirë tregojnë këta, po nuk është krejtësisht e vërteta, ishte po që se ato marrin, gjejnë flori, edhe blujnë floririn aq imet, edhe shpërndajnë atje në atmosferë, tjetë aq imet sa që është ajër, edhe duke qenë se është shkëlqen floriri, atëherë duke qenë një plur i shkëlqyshëm aty ku është kjo hapësira, kjo atmosfera, atëherë do t'i bëjë rrezet e diellit të kthehen mrapsh. Për arsye se rrezaton mrapsh, edhe do jetë një turmë më madhe si re prej floriri, edhe duke kthyr rrezet mrapsh, rikuperohet atmosfera, mbyllet e gropa, dhe po të mbyllesh atmosfera, atëherë shpëton të planeti, se nuk hyn të rrezet vdekjeprurse të diellit në atë planet. Kjo është historia.
Anunnakët kanë ardhur dhe Anunnakët kanë jetu në këtë planet. Edhe kur kanë ardhur Anunnakët mendohet që njerëzit nuk kishte pas njerëz, ose njerëzit kanë qenë njerëz të egjër, dhe ato i morën nëpër laboratore, i bën me fytyrën e tyre, e ku do diun të pralla me mret. E vërteta është që ata i morën njerëzit e egjër, i zbutën njerëzit e egjër se kishin një teknologji tepër të sofistikuar, ne ishim njerëz akoma të pyllit. I zbutën, i edukun në për shkolla, i qumë në kopshtët e Adenit, Aden dhe Havan, edhe i bon punëtor të tyre të zellshëm, që nxirrin flori për shembull, dhe ze. Nuk ka rëndësi se në nxirrin flori, ato natyrisht që mund të kenë përpunu floririn këtu, për ornamentet të ndryshme, dhe për tyre në mësumë dhe zanatin hermesti është. Edhe ato me çfarë ushqeheshin Anunnakët kur ishin këtu. Anunnakët kur erdhën këtu, kishin ato që quhen mana me shinj, që quhen makinët e dorës. Makinët e dorës, vëllezër e motra, ishin ca makineri që ata kishin sjell me vete, edhe mirnin nga ajri ato komponentet, se çdo gjë që ekziston në këtë botë ekziston në ajër, në qiell. Atmosfera ka gjithçka.